Të nderuara media, sot kemi ardhur këtu dhe unë në emër të Zbashkut po tregoj se kjo sindikate ka mbështetjen e plotë dhe ne mendojmë ta përcjellim situatën dhe të bëjmë edhe veprime tjera të solidaritetit, nga se në sindikatat në Kosovë, më pak ndoshta, po në sindikatat në botë, solidariteti është shtyllë për sindikalizmin. Unë veç po them 2-3 fjali, sepse mbështetjen tonë do ta paraqes sekretari i përgjithshëm i Meri, unë po them vetëm, mirë që u gjeten para për studentët, mirë që u gjeten para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjenden mjete edhe për radio-televizionin e Kosovës dhe 700 punëtorët e tyre. Mosgjetja mjeteve tregon se kryeministri dhe ministri i financave kanë diçka aty natin që e kanë bërë dhe ndaj nesh në shtator, po e bëjnë një lloj inati me qëllimin më të keq që ta thyjnë vullnetin e sindikatës dhe të punëtorëve. Të kërkosh pagë nuk është privilegj, të kërkosh pagë është lutje për të jetuar. Pa pagë është vështirë të përballet një punëtor i këtuhit me çmimet kaq të larta. Ju prifte mbara, Zbashku do të jetë gjithmonë me ju. Faleminderit shumë.